Çdo votë që shkon për Bashkimin Demokratik për Integrim është votë e djegur, sepse 153.000 vota i dogji që i mori në vitin 2014 dhe shqiptarët nuk pan asnjë të drejtë asnjë premtim të realizuar, përkundrazi, pan përbuzjen e proceseve të montuara politike. Mos harroni edhe në emër të atyre shqiptarëve që sot me të padrejtë vuajnë burgjeve në procesin e montuar të mostrës, dilni votoni kundër Bashkimit Demokratik për Integrim, duke u kthyer dinjitetin, shpresën dhe fitoren e madhe shqiptarëve, ta zgjidhin Sela gjatë tubimit në Saraj. Ne do ta zgjedhim gjuhën shqipe. Nuk e zgjedh çështjen e përdorimit gjuhës shqipe një institucion manipulativ të cilin mundohet BDI-ja të bëj tash para zgjedhjeve. Instituti që zgjedh gjuhën shqipe është Instituti Vot, i cili do të jetë pro aleancës për shqiptarët më 19 dhjetor. Instituti që do të zgjedh problemet e hallat e shqiptarëve në aspekt të punësimit është Instituti Vot pro aleancës për shqiptarët më 19 dhjetor. Ne do t'i nxjerrim te prizë teknologjike të gjithë ata të cilët na kanë zënë vendet tona. Ne do të kemi vendet garantuara në administratën shtetërore për shqiptarët. Dhe ne që kërkojmë barabartësinë, shtetin binacional, nuk e kemi shpikur këtë çështje, por këtë e ka gjithë bota e civilizuar. Nuk do të lejojmë më 30% shqiptarë të Maqedonit kenë më pak të drejta se sa vetëm 4% sërbë në Kosovë. Shqiptarët do të dinë që të gjenë forca dhe kapacitete. Ne i kemi mekanizmat në dorë se si do t'i zgjedhim çështjet e shqiptarëve këtu në Maqedoni.